Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin e parë vllazni e mbaruam nga libri Porosi Profetike të Sheikh Abdul Qadir al-Arnautit rahimahullahu ta'ala. Kemi arritur tek hadithi i dytë. Edhe hadithi i dytë është i gjatë, me disa këshilla, me 7 gjëra që e ka këshillu Rasuli alayhi salatu wassalam. Transmetohet nga Ebu Dharri al-Ghifari radiallahu anhu, i cili thot më ka urdhnu, thot miku im i dashur. Kush është miku? Është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Miku im i dashur, thot sallallahu alaihi wasallam, me 7 gjëra. Më ka urdhruar, gjëja e parë, më ka urdhnuar që ti dua skamnorët, të varfërit domethënë, dhe të jem i afërt me ta. E dyta, më ka urdhruar që të shikoj në atë që është më poshtë se unë, në aspektin material. Ka më pak pasuri, apo në përgjithësi në aspektin material, me shiku atë që është më poshtë se une. E të mos shikoj, thot, në atë që është me pozit më të lartë se une, më i lartë se unë. Më ka urdhruar që ti mbaj lidhjet farifisnore, edhe nëse ata ma kthejnë shpine, subhanallah. Më ka urdhnuar që të mos i lyp kërkujt asgjë. Më ka urdhruar që ta them të vërtetën edhe nëse është e hidhur. Më ka urdhruar që të mos i friksohem rrugt të Allahut kanosjes së kërcënuesve, nëse të kërcënojnë, mos u frikso, sepse i ki Allahu subhanahu wa taala. Dhe më ka urdhruar që ta shpejtoj këtë fjalë apo këto fjalë, la hawla wala quwata illa billah, s'ka fuqi dhe pushtet pa Allahun, sepse ato fjalë janë thesar nën arsh. Hadithi është hasan apo hadithi është i mirë. Porosia e parë, çka tha Ebu Dharr al-Ghifari, që ka urdhnu pejgamberi alayhi salatu wassalam, me 7 gjëra. Gjëja e parë ishte, më ka urdhruar që ti dua skamnorët edhe t'jem i afërt me ta. Që dhe më thonë kjo, më konë mirëbërës ndaj tyre. Të kemi mirësi me ta, mi ngushlu, mi vizitu, mu interesu për ta, për gjendjen e tyre. Se gjendja atyre është e mjerushme, janë të varfër, a kanë nevojë diçka apo nuk kanë nevojë, a janë të sëmur, a kanë nevojë për ushqim, në përgjithësi. Ebu Dharri radiallahu anhu e zbatoi këtë porosi duke jetuar me të varfrit. Domethënë ka jetu pasi që e ka dëgju Rasulin alayhi salatu wassalam, ai jetoi në mesin e të varfërve, duke u afruar pranë tyre, duke u ulur me ta dhe duke u treguar modest pranë tyre. Mo ashtu si që ka porosit edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe me këtë porosi edhe Allah i madhreshëm që ka porosit pejgamberin e tij Muhamedin alayhi salatu wassalam, i cili tha, thot Allah subhanahu wa taala, suratul Kahf, ajeti 28, thot dhe bëje të durueshme veten tënde me ata që e thrasin Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën e tij, dhe mos i hiq syt e tu prej atyre e të dëshirosh bukurinë e kësaj bote. E as mos ju mbet në ati, që ja kemi shmangur zemrën e tij prej përkushtimit ndaj nesh dhe i është dhënë epshit të vet, e puna e tij është në humbje dhe në teprim. Domethënë po të më tregu Allahu subhanahu wa taala që me qenë me të dobtit që ata e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në mëngjes dhe mbrëmje, dhe jo me kthy shpinën ndaj të varfërve, dhe me shku me ata të cilët kanë pozit. Bëu me të tillët, me dobtit, nevojtarët, durimtarët, sabërlit, të cilët e thrasin Allahun e madhreshëm mëngjes e mbrëmje. Çka është shkaku këta që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala? Shkaku kryesor është për ta kënaqur fytyrën e Zotit të tyre, për ta dëshiruar fytyrën e Zotit të tyre. Mos lako thot shikimin tënd prej tyre, mos u largo. Përveç prej pronarëve të pasurisë dhe pozitave të cilët i ka mashtruar jeta e kësaj bote, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam, një hadith madhështor, shikoni çfarë thot. Vërtet thot, Allahu e ndihmon këtë ummet me dobtit e tij, subhanallah, me të varfënit e tij, këtë ummet musliman i ndihmon. Me lutjet e tyre, lutje që bëjnë tek Allahu subhanahu wa taala, në ato vështirësitë e tyre që i kanë, me namazin e tyre, edhe me sinqeritetin e tyre. Gjitha këto, nëse një person është i varfër dhe është besimtar, me këto gjëra, do më thonë Allahu subhanahu wa taala i ndihmon nëpërmjet këtyre
të varfërve, bëhen sebeb këta të varfërit nga duat e tyre që muslimanëve në përgjithësi ju rregullohet gjendja. Apo gjithashtu ka thënë, thot mi sillni thot të dobtit tuaj, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se ju me të vërtet ndihmoni thot, edhe ju vjen subhanallahu, ju vjen risku, ju vjen furnizimi me dobtit tuaj. Subhanallahu. Sa punëdhënësi nuk sillet mirë me punëtorët e vet të cilët janë të varfër. Edhe dalin edhe thonë, çfarë thonë? Thot unë sa shtëpia pi moj. Sa shtëpinë unë sa punëtorin janë të moj. Po mirë, po edhe ata ty po të majnë. Ti çka mush me bë pa punëtor? Sot për shembull ka firma të ndryshme që e mbyllin firmën, pse s'ka punëtor. E çka kemi bë? Kjo është mënyrë të dyanshme është ky fitimi. Edhe ti përfiton prej tyre, sepse nëse nuk ke punëtor, çka kemi bë ti vetëm? S'u bën. Nuk mund është ato makinat që i ki për me punu, ti punosh vetëm. Pa e pas punëtorën, duhet me pas punëtorën. Andaj falendero Allahun azza wa jall që nëpërmjet punëtorëve të vjen ty risku, nëpërmjet të varfërve të vjen ty risku. Se mundet me ta marrë Allah subhanahu wa taala riskun. Kjo ishte porosia e parë. Porosia e dytë, thot më ka urdhëruar që të shikoj në atë që është më poshtë se unë. Çfarë këshill madhështore, në aspekte materiale, e të mos shikoj në atë që është në pozitën më të lartë se unë. Nga se njeriu vllazni shikon në atë që është në pozitë më të lartë se ai, jetën e kësaj bote, edhe zbavitjet e saj. E do t'i përbuz pastaj begatit e Allahut, domethënë në një aspekt kur ta sheh një njeri që është më i pasur se ti, kur ta sheh, apo shtëpinë e ka më të mirë, apo kerrin apo makinën e ka më të mirë, në përgjithësi ka para, teshat, rrobat, në përgjithësi, atëherë ti disi nuk të vjen nga vetvetja me falendëru Allahun subhanahu wa taala për ato mirësitë që i ki. Shko çdo herë për ta falendëruar Allahun subhanahu wa taala, shko tek njerëzit që janë më poshtë se ti. Shko shikoje që kanë shtëpinë më të keqe se ti. Shko shikoje që kanë para më pak se ti. Shko shikoje makinën apo kerrin që e kanë më të dobët se ti, më të keqe se ti. Edhe kur ta merr pastaj makinën tonë apo kerrin tonë, thosh elhamdulillah ya rab. Çfarë furnizimi i madh. Veç para mendoje për shembull një person i cili e ka kerrin e vjetër apo nuk e ka të mirë dhe kur të hyp me një kerr të një vllaut i cili është kerr 2025 pa e zon, 2023, 4, 5. Më thonë, nuk i vjen ajo nga zemra ati, nuk i vjen me falendëru Allahun subhanahu wa taala që e ka të kerrin. Mirë po, shko shikoj një person i cili është sakat ndoshta. Shko shikoj një person i cili fare nuk ka makinë, nuk ka kerr. Falendëroj Allahun që i ki që ata. Me ato po të krymë punë, subhanallah. Më thonë, prej një vendi me një vendi të caktuar, po shkon me kerti. Pak rëndësi ka pastaj i kitë kerrin shumë të mirë, apo kerrin e vjetër, apo kerrin e ri. E rëndësishme po krymë punë. Andaj falendëroj Allahun subhanahu wa taala për këtë gjë. Pastaj, sepse thot, shpirti mundet me lakmu, pas çkojt, pas gërmadhave të kësaj bote kalimtare, subhanallah. Mendja ati do të angazhohet, edhe do të përpiqet për t'i arritur ato, që pastaj rrjedhimisht hyj nga dyert e saj të ndaluara për t'i arritur ato dhe kështu ta humb fen, edhe botën e ardhshme, kurse nga dynjoja nuk ka me të ardhur, nuk do të vjelësh përveç se ato çka ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Sado që jipësh pas dynjos, normalisht ne nuk po themi që mos më dhon dynjos ato çka është e nevojshme, se është sebeb subhanallah, nuk bën më kon dembel njeriu. Me thonë jo valla krejt prej Allahut, më vjen edhe ta lënë e krejt punën. Jo, nuk shkon kështu. Por se edhe jo shumë me i dhon, sepse duhet mi bu me po namazin. I shohim na disa njerëz për shembull, i shohim disa njerëz të cilët thonë nuk kam kohë. Nuk ki kohë për një orë, subhanallah, gjatë 24 orëve, nuk ki kohë. Dhe tër ditën punon për një orë mja kushtu Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot shikoni në atë që është më poshtë se ju, siç tham, dhe mos shikoni në atë që është mbi ju. Nga se kjo është më afërt që të mos i përbuzni begatitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot çka që ju a ka dhënë, e transmeton hadithin Buhariu.
bukur, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu dhe Muslimi. Gjithashtu ka thënë, kur të shikoj dikush nga ju në ndokënd që është i begatuar me pasuri, edhe në fëmijë, le të shikoj në atë që është më poshtë se ai. Më thonë, kjo merre këtë si rregull, edhe pastaj ku të kthehesh, e kqyr shtëpinë tënde, e kqyr makinën tënde, e kqyr fëmijën tënd, apo e sheh për shembull një fëmijë të një vllau që ka probleme, është i smut, apo dhe ti fëmijën e ki të shëndosh, falendero Allahun subhanahu wa taala. Bën dua tek Allahu subhanahu wa taala më shëru fëmijën vllaut tënd. Andaj kjo është një lloj këshille madhështore për me falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Tash e kemi këshillën apo porosinë e tretë dhe porosia e fundit për sonte, më ka urdhëruar thot që ti mbaj thot lidhjet farefisnore, edhe nëse ata ma kthejnë shpinën. Bajë e vështirë. Ti shkon për shembull disa herë, e shqiptarët a ke po, alla e kom shku një 2-3 herë, s'po don mi shku lej kret. Pikërisht, kur ata nuk dëvin që kjo është mos shkëputja e lidhjeve farefisnore. Kur ti shkon, ai nuk të vjen. Që kjo është mos shkëputja e lidhjeve farefisnore. Ai po don mi shkëput, ndërsa ti s'po don mi shkëput. Në këtë ka mbajtjet lidhjeve të dashurisë dhe mëshirës ndër akrabat. Ulemat pastaj e kanë potencu, kanë thonë po qoftë edhe me një selam nëpërmjet internetit apo nëpërmjet telefonit, është edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. I e larg, si për shembull ju që jeni larg, po qoftë edhe me një selam apo me një përshëndetje me farefisin tënd, kjo është prej sebepeve apo që mund të themi që nuk i ke shkëputur lidhjet farefisnore. Mjafton subhanallahu një selam mja dhon apo një përshëndetje edhe për mos t'i shkëputur do thot lidhjet farefisnore. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe e pyeti, edhe i tha: "O i dërguari i Allahut, tha, un kam thot farefis me të cilët i mbaj lidhjet. Kurse ata i kpusin si zakonisht tek ne. Un thot kam farefis, un shkoj, mirë po thot ata i kpusin, unë u bëj mirë, e ata ma kthejnë me të keq. Subhanallah, e rëndë shumë. Jam i but me ta, kurse ata më shqetësojnë. E sidomos, dhe janë të ashpër me mua, e sidomos. Kur na jemi besimtar, inshallah ta'ala, ai nuk don. Ti shkon me mjekër, ti shkon me gruan me shami, apo ku e diun me namaz, edhe nuk don ai. Nuk don, sepse nuk e don fen. Po qoftë edhe kafir nëse është, se kur nuk e don fen, normalisht del pi fes. Për kundër asaj, Muhamedi alayhis salatu wassalam, i dërguar Allahu sa mi tha, nëse vërtet është ashtu, siç thua, atëherë është sikur ti ushqesh me shkrump të zjarrt dhe vazhdimisht me ty është një ndihmës nga Allahu kundër tyre. Derisa të vazhdosh kështu. Subhanallah. Ndihmësin po ta dërgon Allahu subhanahu wa taala. Nëse ti shkon, ndihmësin po ta dërgon Allahu subhanahu wa taala. Hadithi është Muslim në sahihun e tij nga Abu Hurajra radiallahu anhu. Po ashtu, nga Esme radiallahu anha, thot bia Ebu Bekr Siddiqut radiallahu anhu, transmetohet, të këtë thënë, erdhi tek unë, thot nëna ime, e cila së kohë, thot ishte idhujtare, mushrik ka qenë, nona, mirë po mushrike. E për këtë e pyeta, të dërguar në Allah sasem, ka urdhruar, thot qfar, e për këtë e pyeta, e të dërguar në sasem, ka ardhur tek unë, thot nëna ime, të më kërkoj diçka. Kurse ajo është idhujtare, po do mi tregu që kjo është pabesimtare, jo muslimane është. A ti jap dhe ti mbaj, thot, lidhjet me të, a i më tha, po mbaj lidhjet me të. Edhe në farefis nëse i ki që është kafir, edhe në farefis nëse i ki që nuk është praktikant fare, ti shko dhe vizitoje. Në këtë hadith ka argument se lidhjet në pasuri ose të tjera mbahen edhe me farefisin jo besimtar. Ashtu si që mbahen me farefisin besimtar. E sa të shumë të janë ato hadithe me të cilët Muhamedi a.s. në ka porosit me i mbajt lidhjet farefisnore dhe shikoni vllazni, çështja e rrezikshme është, nuk është hajgare. Shiko çfarë thot Muhamedi a.s. Farefisi është i varur për arsh. Subhanallah. Farefisi është i varur për arsh. Dhe thot, ai i cili më mban dhe më vazhdon
atë Allahu e mbajt dhe e vazhdoft. E ai cili ndërprej lidhjet farefisnore, atë e ndërpreft Allahu. Subhanallah, dua po bën. Muhamedi alayhi salatu. E ndërpreft thot Allahu. E largoft Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot Muhamedi alayhi salatu selam, ai që i beson Allahut dhe ditës së fundit, thot le ti mbaj lidhjet farefisnore. Kush ta ka qitë subhanallah? Ai cili thot paramendo çfarë kushtit madh. Ai që i beson Allahut ditës fundit, nëse je besimtar me një aspekt, ti ai beson Allahut, ai beson ditës fundit, të cilët janë shtyllat e imanit, thot le ti mbaj lidhjet farefisnore. Gjithashtu ka thënë Muhamedi alayhi salatu, ai cili dëshiron thot mi u shtu risku, furnizimi, pasunia me të shtu, dhe mi u zgjat jeta, i zgjatet jeta me vepra të mira, apo? Se normalisht kur zgjatet jeta dhe ti kur bën vepra të mira, atëherë e fiton xhenetin Allahu subhanahu wa taala, ki vepra më shumë kur delsh para Allahut subhanahu wa taala. Thot çfarë? Ai i cili dëshiron mi u shtu risku, furnizimi, dhe mi u zgjat jeta, thot leti mbaj lidhjet farefisnore, Buhariu dhe Muslimi nga Enes radhiyallahu anhu. Prandaj është detyrë o vllai jam e njeriut që mi mbajt lidhjet e rrethit ti familjar, edhe nëse ata i ndërpresin. Edhe nëse ata i ndërpresin. Nga se pejgamberi sa që ka thonë, thot nuk është mbajtës i lidhjeve ai që kthen të mirën e bërë. Qëre, paramena. Nuk është thot mbajtës i lidhjeve. Ai që e kthen mirën e bërë. Ta ka bonit mirë, ti pja kthen. Jo. Por mbajtës thot i lidhjeve është ai i cili kur farefisi i ti ndërpret, e ti vazhdon lidhjet. Që kjo është mbajtësi lidhjeve. Është normale kur të vjen tash disi ti eshe se si të obligush me shku mja kthy, ta bën një të mirë, të bën si bërgjlidi që ish mja kthy. Mirë po jo, kur ai nuk të bën të mirë, ai flet kundra teje, ti shkon e viziton. Subhanallah. Kjo bajegi është e vështirë. Mirë po dije se e kish shpërblimin madhështor. Dije që e kish shpërblimin e madh. Ai gjithashtu ka thënë Muhamedi s.a.s. Lëmosha dhën të varfrit, sadakoja. Mja dhën të varfrit është sadaka, ndërsa sadakaja që a jep të afërmit është 2 herë sadaka. Shiko, sadakaja mja dhën një të varfrit është sadaka, lëmosha edhe një të varfrit është sadaka. Mirë po mja dhën sadakaj një të afërmit tënd, që e ki të afërm, është 2 herë sadaka. Mbajtje lidhesh dhe sadaka. Kjo teknikë të shqiptarët ka qenë tradit tek ne, subhanallah, kur personi për shembull në familjar apo në rrethin e gjër, kur dikush o smu, apo kur dikush ka pas nevojë mi ndërtu një shtëpi, kur diçka në përgjithësi ka pas një problem, ja kanë zgjedh, farefizje kanë zgjedh, janë buket, janë tubu këtë bashk, edhe sidomos në përfshatra, kjo ka ekzistu, subhanallah. Ka ekzistu. Njerëzit janë munu për njerë, me ndihmu, bile skandal jashtë, vetëm me këqyr vllai, ku e di unë daja, agja, andej, këndej, tezja, halla, motra, vllau, buri vllaut, e ku e di unë, buri vllaut, buri motrës, apo në përgjithësi, dhe më thonë, i kanë ndihmu njerëzit, i kanë ndihmu farefizin e kanë ndihmu, dhe kjo ka lind nga feja Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund, ai gjithashtu ka thënë, nuk hyn xhenet shkëputësi. Do më thonë shkëputësi i lidhjeve, çështje rrezikshme vllazni. Që në mënyrë decisive po thotë, nuk hyn xhenet shkëputësi. Kush është shkëputësi? Ai është shkëput, valla pe shkëput, ai ta shkëputi edhe unë. Po dhe ai është shkëputës, edhe ti je shkëputës pastaj. Jo, vazhdo. Derisa ki jetë vazhdo, subhanallah. Ndoshta vetë disohet prap kthehet pastaj. Ndoshta vetë disohet. Sillu mirë. Me këshilla të mira, ndihmoj. Sepse zemra e njeriu është e dobët o vllazni, është luhatet, shpejt luhatet. Jo rastisht Muhamedi s.a.s. ka thënë ja muqallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, përqendroj zemrën time në dinin tënd. Ndryshojnë zemrat, që aty të urren, shkon ja bën një të mirë, e ndihmon, ka nevojë, është smut, apo kujdeone, ka nevojë, i ndryshon zemra. Edhe thot, subhanallah, thot, sa njeri keq pas këm qenë. Njeri më ka tërkur me vizitu, ndërsa unë jam sjell keq. Shdo ti sillo mirë,
Sillu mirë, lutë Allahun subhanahu wa taala me vazhdu lidhje farefisnore. Dhe në takimin e radhës me porosinë e katërt, më ka urdhëruar që të mos i lyp as kujt asgjë. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.